Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka shpallur fajtor 6 zyrtarë të Bashkisë Divjak të akuzuar për veprën penale të shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike. Çështja është dërguar për gjykim ndaj Dorian Spahos, Sara Xhepës, Roklejt Malkos, Fatos Veliut, Elbareta Nishicës dhe Vojsava Leçinit. Për Dorian Spahon, Sara Xhepën dhe Roklejt Malkon u kërkua fillimisht dënimi me 1 vit burg, i ulur më pas në 8 muaj për shkak të gjykimit të shkurtuar. Megjithatë, SPAK kërkoi pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burg dhe zëvendësimin e tij me 120 orë punë me interes publik në mbikëqyrjen e shërbimit të provës. Të njëjtin fat kanë edhe Fatos Veliu, Elbareta Nishica dhe Vojsava Leçini. Edhe për ta u kërkua fillimisht 1 vit burg, i reduktuar më pas në 8 muaj, por me pezullim të ekzekutimit të dënimit. Ata do të kryejnë punë në interes publik dhe do të jenë në periudhë prove për 16 muaj, gjatë së cilës nuk duhet të kryejnë vepra të tjera penale. Përveç kësaj mase për Fatos Veliun, Elbareta Nishicën dhe Vojsava Leçinin, është kërkuar dhe heqja e të drejtës për të ushtruar funksione publike për një periudhë prej 5 vitesh. Vendimi përfundimtar pritet të merret nga gjykata.